Miqtë e mirë dita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe për gjithë teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë jemi live për gjithë udhëtarët edhe në radio News 24. Në fakt ditën e sotme do të ndalojmë tek një ngjarje e rëndë që ka ndodhur fundjavën e kaluar, ditën e premte, teksa në Tiranë zhvilloi samiti i komunitetit politik të Europës. Në fshatin Sheqeras të Korçës ndodh plagosja e një 15 vjeçari nga një bashkëmoshatar i tij. Për më shumë, për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur këtë ngjarje edhe për shkak të vëmendjes së madhe që mori samiti i zhvilluar në Tiranë, por gjithsesi mediat e kanë dhënë dhe sidomos televizioni News 24 dhe kolegja ime Lorena Kodra ka shkuar në vendngjarje dhe ka folur me familjar të autorit ditën e sotme mbas rikuperimit në një farë mënyre të plagosurit të 15 vjeçarit, flet për herë të parë familja e tij në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kolegët e mi të informacionit dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Detajet e reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë në fshatin Sheqeras të Maliqit, ku një 14 vjeçar ka goditur me thik një bashkëmoshatar të tij për motive të dobta. Në një prononcim për News 24, nëna e autorit të mitur ka treguar sjelljen e djalit të saj pasi ndodhi ngjarja e rëndë, duke u shprehur se djali ishte kthyer nga shkolla si zakonisht dhe la të kuptoj se diçka nuk shkonte me të, ndërkohë që ishte në dieni të tensioneve të djalit të saj me 15 vjeçarin. Ajo tha se lajmin që djali i saj ishte i përfshirë në një sherr me thika e kishte marrë vesh në rrugë. Nga ana tjetër, gjyshja e 14 vjeçarit rrëfeu se ishte vetë nipi i saj që kishte treguar të gjithë ngjarjen se si kishte ndodhur. Ajo tha se nipi i saj kishte qenë i tallur vazhdimisht nga fëmijët e tjerë dhe shpesh refuzonte të shkonte në shkollë. Teksa pohon se ishte ankuar disa herë tek familjarët e fëmijëve dhe në shkollë për rastin e nipit të saj, por nuk janë marrë masa. Nëna e 14 vjeçarit u bëri thirrje prindërve të 15 vjeçarit të plagosur që të qetësohen dhe të mos e përkeqësojnë më tej situatën, sepse sipas saj, fëmijët mund të vijojnë sherrin edhe më shumë duke hyrë në rrugë të rrezikshme. Me familjen e të plagosurit, me babain, me vetë 15 vjeçarin që mbeti i plagosur me inicialet AP, por edhe me gjyshin me zotin Tomor, kam folur për gjatë gjithë fundjavës edhe për gjatë gjithë këtyre ditëve dhe në fakt 15 vjeçari me inicialet AP ka pësuar 3 goditje, ka marrë 3 plagë në trup, ndërkohë që Spitali i Korçës e çoi menjëherë ditën e premte drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, më pas 15 vjeçari ka lënë ambientet e Spitalit të Traumës dhe është rikthyer në familje i plagosur me një rehabilitim të cilin e ka ditë pas dite dhe në momentet që po zhvillohet emisioni Me Zemër të Hapur ditën e sotme, është pozicionuar gjyshi zotit Tomor pranë Spitalit të Korçës, ku 15 në fakt vjeçari së bashku me babain janë drejtuar bluzave të bardha dhe mjekësisë ligjore. Me mua në studio për ta folur pikërisht këtë temë kam avokatën zonjën Teuta Shkëmbi. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Ndërkohë në krahun tënd është Irena Shanaj, psikologja jon. Përshëndetje, mirë se u riktheve mbas një kohe të gjatë në këtë studio, një nga bashkëpunëtorët gjithmonë të këtij emisioni, ndërkohë që lidhemi me gjyshin e 15 vjeçarit. Përshëndetje. Përshëndetje zotri, më dëgjoni? Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj që të kam sot tani në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, telefonata e parë që kam bërë me familjen tuaj, keni qenë pikërisht ju, ishte një telefonat shumë e rëndë edhe për mua, sepse teksa ju nuk e dini se çfarë po ndodhte me nipin tuaj, ishte transportuar nga Spitali i Korçës drejt Spitalit të Traumës, telefonata së bashku u mbyll teksa e kishte pamundur mes lotësh të më flisje në lidhje me situatën e nipit, apo jo? Ishte gjyshi nga ana e babait. Ka qenë, po, nga ana e mamit. Okej. Atëherë, si është gjendja e nipit? Mirë është, mirë. Mirë është. Shumë mirë. Shumë mirë.
Më vjen mirë që ja ka dalë në banë, nuk i është rrezikuar jeta, por gjithsesi plagët i ka ende në trup. Atëherë, në lidhje me situatën dhe me ngjarjen, çfarë ka ndodhur ditën e premte? Po ditën e premte si zakonisht fëmija vajtën në shkollë, dalën nga shkolla, edhe do ditë te. Duke kaluar rrugës si që lozin ose qeshin fëmija, midis të tjerave dhe bari një shaka me këtë. A i si duke të kishtë janë ngarkuar, dhe në si të thojmi, moralisht. Edhe aty për aty nuk i tha gja nipit. Shko në shtëpi, edhe merë një thiqke, po ajo nuk ishte thiqke për të bërë krim. Ishte një thiqke e vogëlet. Edhe del, atje nipi ndodhe me një shokën e tia, edhe i thot kjo tashi pa më thuaj do një la, pa ta provosh. Atëre, filluan e këtë shu, a ju nipi asë mori me menë që do të gjuaj, asë pa, asë shu. I ndavi a ju teatri duke vajtë të shu, si që me në fëmija që zhije. Por i thot ati shokut ky nipi, i thot arre, shiko më këtu bre, sigur më dojgj i vendi. E zbulon i thot ajo të ka qarë, shkovi në shpi nipi, e muar pasaj shkon në koshë. Në këtë moment që ishin koshë, ajo familja e ati nuk u, si të tuash, nuk din të gjese do beja punë, edhe i kërkon falje. Mirë po në atë moment, kur ishte që nuk ishë ndarë reziku për jetën me nuk ta gjë. I përgjigjet a gjyshi teatr, thotë, aktualisht thotë jo të më zhvik. Më vonë, shumë e bajmë. E tani kemi filluar, jo kemi filluar, po jemi në negociata për mos patur gjë, duke ditu se është dava kalamajsh. Nuk është dava me paramendime, me diçka gjera të këtila. Edhe ne jemi në fakt që të sheshohen mos marrëveshjet fillimisht mes adoleshentëve dhe më pas edhe mes dy familjeve. Do sheshohen, se ne po punojmë intensivisht të dyja palët të familjeve që ata të ben po prap shokë pa para gjykime të njëri teatrit. E qartë, unë e kuptoj të gjithë situatën dhe më vjen mirë që shikohet edhe në këtë prizëm, ama babai, zoti Klaudio, i nipit tuaj, nuk është shprehur kështu për redaksin e emisionit Me Zemër Tapur. Flet që djali, autori, ka plagosur edhe tre tentativa plagosit të tre shokve të nipit tuaj. Pra, është një djalë shumë problematik, që shtyrjen më të madhe ka nga familja e tij, sidomos nga babai, i cili në publik, në fshatin e Sheqeras, në sy të gjithë adoleshentëve, shokve, i thotë të birit që kushdo që të shaj nga këto, qëlloj me thik, kundër përgjigju. Prandaj po them që duhet marrë pak më seriozisht. Edhe shkolla e ka ditur problematikën e autorit. Kjo është çështja. Ato janë momente që nuk kontrollohet njeriu, kurse tani duke ndendur, duke zbutur, mos në thënë mos shkoj mendja për asgjë, se neve po punojmë, pavarësisht, ata janë të rinj dhe mund të vjasiten, kurse ne që jemi më të moshuar, do t'i sheshojmë këto gjëra. Pa tjetër, edhe ne për sheshimin e këtyre gjërave jemi. Po si mund t'a parandalojmë edhe ne për parandalimin e këtyre gjërave, për t'i sheshuar këto gjëra, për gjetur mi korruptimin? Ato do parandalojmë të një mëset sigurtë se neve nuk jemi asë njëherë për ata. Po këto janë momentet të emocioneve të pak përmbajtura, dhe të ashtë në vazhdimësi, këto do të sheshohen fare. Shiko, adoleshenca ka shpërthime të mëdha, në fakt që nuk dijen se si menaxhohen, por kur mbi vendosen edhe me prindër problematik, si që ka qenë rasti i autorit, atëherë duhen marrë masa më serioze, sepse edhe shokët e nipit tuaj, tre të tillë kanë qenë në tentativë plagosje nga ana e autorit dhe ne nuk duam të përsëritet e rasti i nipit tuaj në të rinjtë e tjerë, sepse edhe shkolla është vënë në dieni. Punojt, edhe me ata po punojmë, se deri diku nga pala e gjyshit të babait, kemi edhe një farë lidhje fisnore me ta edhe. E kuptoj. Megjithatë, e kuptoj.
Po problematikë është shumë babai i autorit, një njëri që konsumon alkohol dhe në mes të fshatit i deklaron të birit që gjithmonë duhet të reagoj me agresivitet dhe kur ka prindër me një edukat të tillë dhe në fakt shpërtimet e adoleshencës janë të papara, atëherë bëhen të dyja bashkë dhe duhet i japim një lloj zgjidhje situatës. Në momentin që janë të nxehta gjakrat, ashtu flitet. Kushdo tjetë, po vazhdimësia nuk do jetë ajo kur. Megjithatë, aq sa kam folur unë me nipin tuaj, ka qenë një intervistë shumë e gjatë telefonike me të, edhe pse duhet i kishim së bashku edhe me zotin Klaudio ditën e sotme në këtë transmetim, por për faktin se Instituti Mjekësisë Ligjore e ka thirrur në spital, është duke ju nënshtruar analizave dhe dëmeve që ai ka marrë, situata është shumë e rëndë për sa i përket edhe gjendjes shëndetësore, sepse përderisa Korça e solli në spitalin e traumës, fatmirësisht ai ka mbijetuar plagëve, 3 plagë nuk janë kaq të lehta për të rikuperuar dhe besoj se mbi autorin do rëndoj vepra penale e plagosjes me dashje, pasi kishte tentuar të plagoste edhe djemë të tjerë. Atëherë, shkaku ka qenë bullizimi që i ka bërë nipit tuaj për sa i përket datës 17 maj, kur festohet edhe nga komuniteti LGBT dhe autori ka thënë nipit tuaj që ti e ke ditëlindjen edhe pse ai e ka në korrik, pikërisht me këtë datë duke i dhënë nota seksiste, gjithçkaje. Prandaj po themi që situata nuk është kaq e thjeshtë. Pikërisht prandaj dhe pala jonë, po themi, pranona të plagosje dhe nuk do të qoj më tej, sa është kjo, se po mos ishte kjo, do kishte të tjera reagime. Kur themi për sheshime, në fakt të mos qohet konflikti tek familjarët, unë këtë gjë e kuptoj, por që edhe autori duhet marri dënimin për sa i përket edhe moshës së tij, unë besoj se duhet të bërë kjo gjë, apo jo? Mbi të duhet ngrihet një vepër penale. Si mendoni ju? Apo duhet jetë një alternativë faljeje dhe drejtësia mos veproj mbi autorin? Çfarë mendimi keni? Për mendimin tim, që tash do të flasaj sa kam pjesë, për mendimin tim nuk do të vazhdohet me anë ndëshkimi, do vazhdohet vetëm me anë edukimi, sheshimit të gjasë, jo të veproj ligji. Ama ligji po vepron, se përderisa nipi në këto momente ju jeni në makinë, së bashku me babain, është tek mjekësia ligjore, do të thotë që ligji po vazhdon. E po, tashi, në momente që do të vijë pyetja për ligjin, neve gjithmonë do të jemi për sheshim. Ku ndodhet autorin në këto momente që ne flasim? Është në shtëpi, vazhdon në shkollë, është i paraburgosur, çfarë po ndodh me autorin? Ku është djali? Në shtëpi është. Është në shtëpi. Vazhdon shkollën rregullisht? Është thirrur nga gjykata? Vazhdon. Pra është me detyrim paraqitje për sa i përket kësaj vepre penale që po mirë ato dieta gjithë mbarojnë në procedurat e faljes, se si thaj, mbi faktin është shumë e vështirë të falesh, po ne do mundohemi. Shiko, në qoftë se situata nuk do t'ishte e tillë, do t'ishte më fataliste, që nipi juaj do luftonte për jetën ose marrim edhe fundin e asaj çfarë mund të kishte ndodhur me 3 plagët që ai ka marrë, që se ne kemi pasur edhe një rast në 18 nëntor, në mos e gaboj këtë gjë, edhe në Tiranë me Martin Canin në shkollën Fanoli. A do ishte i njëjti reagim gjyshi edhe nga ju? Në moment jo, po pasa me kalim në kohës, çdo gjë njeriu e mbytën emocionet, qoftë të mira, qoftë të keqe, po kur rriqë këtje llojesh, fillon edhe hap ato negociatat e mira, se, si ti thuash, edhe ai që tha një llaf pa përgjegjësi, edhe ai që bëri atë vepër pa përgjegjësi. Shiko, nuk e di apo negocioni me babain e autorit, sepse bëhet fjalë që edhe 3 shokët e nipit deklarojnë që babai është fajtor në lidhje me të birin. Pra, apo negociohet edhe me këtë zotëri i cili konsumon alkool her pas here dhe është problematik për fshatin Sheqeras?
Se edukimi fillon nga prindrit, pastaj tek fëmijët. Aktualisht nuk është këtu, është në Greqi. Por sa herë vjen e nxit të birin, unë e di që nuk është, sepse ditën e ngjarjes nuk ka qenë në Shqipëri, por kjo është çështja që e mëson të birin në sy të gjithë fshatit, duke i thënë që duhet reagoj. Duhet reagoj dhe madje me thikë, me mjetet ftohta. Si po negocioni me të, me babain e autorit? Vazhdojmë si nuk vazhdojmë, ne pas vazhdojmë me autorin e fëmija s'ka që bënaj, fëmija është, që do të thotë, që do të shpret, ne do të bëjmë me parë. Po qëfar thonë familjarët pra, ta dim edhe ne, qëfar thonë familjarët? Janë penduar këtë gjë e kuptojmë, por qëfar thonë në lidhje me situatën, se s'kemi vetëm një pintuaj, kemi edhe 3 shok të ti, që më parë është bërë tentativa për plagosje. Po pasaj, si i thane, ai mund të jetë edhe problematik nga në mendjes ai djalka, këtë s'mund ta përcaktoj do të as unë as dikush tjetër. E kuptoj, por në qoftë se është problematik të japim ndihmën e duhur. E qartë. Nuk e di, e shikoj her pas here edhe për ballmeje avokatën zonjën Teuta Shkëmbi që ndoshta do të ndërhyj me pyetjet për gjyshin e 15 vjeçarit me inicialet APP. Më lejoni tani s'pa pyetje, por ta përgëzoj dhe unë jam nga zona e tij dhe më bën edhe një herë të jem krenar se sa të paqt dhe se sa mirë e trajtojnë situatën që aktualisht është. E kuptoj që ai jep nota lehtësuese për ta qetësuar situatën, për të mos i rënduar. Jo, ky është mesazh shumë i mirë që japim. Është një mesazh shumë i bukur. Por situata është më e rëndë se sa notat e paqes që ne po themi në studio. Situata është e rëndë. Psikologët në shkollë e tëra ato që të hapet të zbërthejt çështja që ti vjet ka pasur. Gjyshrit kështu janë të mirë, sido që tjetë situata, janë për paqe, për mirëkuptim. Dhe sa me fat jemi për aq kohë sa i kemi akoma ende këtë brez. Jemi me shumë fat për aq kohë që brizi gjyshit është akoma mes nesh. Shiko, mua më vjen mirë për krenarin e vendit nga ti vjen edhe nga është zotria, ama kemi dhe element të tillë si babai i autorit, i cili thot që do t'i kundërpërgjigje shokëve të tu në qoftë se ata mundohen të të bëjnë diçka aty, me këtë mënyrë që ai thot dhe thot në mes të fshatit. Nuk do të bëhen me njëve, po janë ato emocionet e momentit edhe shprehje, nuk do bëhet ashtu se nuk është në njëk kush që është bërë dhe do ashtu. Gjyshi, ti thua nuk do bëhet, por faktikisht ajo çfarë ka thënë babai i autorit u bë. Edhe me 3 shokët e nipit, por edhe me nipin tënd. Pra, mësimi që i jep babai në sy të fshatit të birit, ja që u bë ka. Puna është, hajde të edukojmë babain edhe familjen e minorenit dhe më pas të merremi edhe me minorenit dhe me problemet që ai ka në një familje të tillë. Kjo është edhe ajo që duhet i përcjellim nëpërmjet këtij emisioni. Babaja ti Minoreni që e bëri aktin, ai ishte njëri pa kontrolluar, se ai ishte një pianet nga mëngjesi deri në darkë e nga e shtuna deri të diele. Nga e ana deri të diele. Po hajde të marrim masa për një person që është i alkoolizuar dhe nuk edukon edhe fëmijët e tij, se është kollaj të bëhesh prind, po edhe ti edukosh pastaj fëmijët, është shumë e vështirë. Dhe aq më tepër të mos i bësh ata fëmijë problematik. Rjeti i tia dhe rjeti i tia mirë është, ajo këta lyshishë nga Greqia, atë se di që bë, atë se di shdo bëhet. Po prandaj unë të thasha, keni folur me babain e autorit në Greqi dhe a kanë filluar negociatat pikërisht me atë, se me gratë në shtëpi, me gjyshen edhe me maman. Ka folur nëna e tia dhe ai, do të thënë, ka lënë nënës detyrë që të vijë të kërkoj falje këte nga palajonë, me fjallë po them. Nipi si e pret falje në bashkëmoshatarit, se unë e di që ju jeni për paqe dhe ju e prisni mirë, po a i veti plagosuri. Nipi si e pret? Edhe nipi mirë, se është shumë i urtë ky nipi jonë, pavarësisht që i shpëtof ajo fjallë pa kontrollar, por në anë e konstitucionit është shumë i urtë. E di. Dhe që sa një pra të tjere që e kuptoj. Janë të edhuret ashtu, nuk është shumë ashtu, është që jo ma mende, po jam edhe garant që ai nuk do të marrë dojë masë tjatër të kësiloj.
E kuptoj. Besoj se ju kuptoni që ndoshta kam mësuar nga gabimi, por gabimi, thash edhe njërë, mund të kishe qenë edhe fatalist, por për fatin tonë të mirë nipin e kemi shëndoshe mirë përveç plagëve që a i ka marrë. Ishte fati i Zotit edhe ka mafi adolescencës si pa kontroluar. Po, janë shpërthimet e adolescencës, në bivendosur dhe problemet brenda familjes së tij. Psikologja Irena Shana i kërkon të të bëjë një pyetje. Po, Irena. Gjyshi, me gjithë respektin për cilësimin që dhatë për nipin tuaj, më tepër se sa i urt, është i duruar deri në kufit e të qenurit i abuzuar. Pra, nuk kemi të bëjmë me urtësi, kemi të bëjmë me pa fuqi. Aty është një mbivendosje fuqie dhe midis nipit edhe autorit, agresorit, të miturit tjetër, pra që ka dëmtuar, ka lënduar nipin tuaj, ka një pabarazi fuqie që ka qenë e zgjatur në kohë dhe ky lëndim ka qenë i qëllimshëm. Pa tjetër që fokusi ynë, unë e vlerësoj shumë qasjen tuaj pozitiviste, humaniste, e kuptoj që juve donit na jepni mesazhin neve dhe gjitha audiencës që në situata, në rrethana cilësuese, të gjithë mund të gjendemi në pamundësi për të bërë një menaxhim të duhur të emocioneve tona. Mund të mos përmbahemi dhe të kemi shpërtime, inati, zemrimi, agresioni deri në kanosje, deri në dëmtim apo gjymtim të një pale tjetër. Por nuk duhet ta normalizojmë, E them me shumë respekt edhe e them me shumë kompetencë. Unë jam psikologë e edukimit në një kampus edhe merrem çdo ditë me problematika dhe më beso që një ndër sfidat më të mëdha që hasim çdo ditë është pikërisht bullizmi, sepse bullizmi në thelb është dhunë. Dhe ne duhet ta shohim si të tillë. Dhe nëse neve i vëm kapak edhe, do prevaloj kjo gjuha e hajde të negociojmë edhe hajde të mbyllim, se mjaftojnë që konflikti të mos prodhoj konflikt edhe dhuna të mos riciklohet dhe të kalojmë sërish në episode të tjera dhune, atëherë ne do ta ripërsëritim këtë gjë. Kështu që Evisi ka shumë të drejtë kur thotë. Përveç mençurisë tuaj, për falje, sepse po prevalon në këtë studio. Është shumë e bukur. Përvoja juaj, mençuria juaj, urtësia juaj, duhet që edhe ligji paralelisht. Jo, mos keni mera këtë punë. Jo, duam të punoj dhe ligji, që autori ta kuptoj së bashku me familjen që ajo që ka bërë duhet të ndërshkuar dhe falja juaj është falja juaj dhe nuk ka të bëj mbi ligjin. Këtë po mundohet të thotë edhe psikologja. Pra ana juaj njerëzore është shumë e bukur, e vlerësoj shumë. Shumë e bukur dhe shumë edukative. Komunikimin tuaj shumë të paqë dhe shumë të afërt e vlerësojmë. Mirë po që duhet... Dhe një gjë të dini, po qëse do veproj ligji, kjo falja jo në shkon kot? Jo, nuk shkon kot. Do ta zbusi. Gjyshi, shiko, ligji le të veproj dhe falja juaj ta zbusi dënimin e autorit. Por në qoftë se ai, sipas tipit tuaj dhe dhëndrit, ka bërë dhe 3 tentativat të tjera, sepse ditën e sotme kisha organizuar që të fliste nipi juaj, të fliste babai i tij dhe 3 shokët në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, për të kuptuar dhe ata që situata e nipit tuaj nuk ka qenë e momentit dhe e vepruar në çast, por ka qenë e përsëritur për të disatën herë dhe unë nuk e di, si njësia administrative, ashtu edhe shkolla nuk kanë marrë masa të mëparshme. Kaloj në një hapësirë publicitare dhe rikthehem me njëherë. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti me Korçën, aty ku ndodhet edhe gjyshi 15 vjeçarit të plagosur në Sheqeras ditën e premte, fundjavën e kaluar, teksa në Tiranë thash edhe një herë zhvilloi samiti i Komunitetit Politik të Europës. Pra, ky rast nuk ka marrë vëmendjen mediatike të duhur, thash edhe një herë, korespondentja dhe kolegja ime Lorena Kodra ka qenë në vendngjarje, ka shkuar në Sheqeras, ka folur fillimisht me familjen e autorit pasi gjendja e të plagosurit ishte shumë e rëndë dhe
Spitali i Korçës e çoj me njerë në spitalin e traumës, unë kam folur me njërin prej gjyshërve, jo me zotrin, i cili ishte edhe në pjesën e parë, por me gjyshin tjetër, dhe telefonata unë mbyll me ngashërim lotësh, sepse teksa udhtonte nipi për në Tiranë, ai nuk e dinte se si do vijonte gjendja e 15 vjeçarit që fatmirësisht, përveç 3 plagëve të marra në trupin e tij, që është shumë e vështirë për t'u rikuperuar, të paktën sot nuk e kemi kërcënim për jetën apo të ketë edhe efekte anësore plagët e shkaktuara, ndërkohë që ditën e sotme kishim programuar që vetë 15 vjeçari në praninë të psikologës tonë të edukimit Irina Shana dhe në prani edhe të babait të tij, së bashku me 3 shokët do tregonin problematikën e autorit. Nuk është kaq e thjeshtë sapo e tregojmë dhe thash edhe njerë, gjyshi që është në lidhje të drejtë për drejtë nga Korça, po flet mençuria, qetësia, dashuria për harmoni, sepse flet përvoja dhe thinjat e çdo gjyshi që mundet të ketë në pozita të tilla edhe nipin. Jemi absolutisht dakord me atë që thot zotria dhe e përkrajmë edhe ne që vjen mesazhi i tij edhe nëpërmjet zërit ton, por duhet kuptuar që autori, domethënë përveç se është një adoleshent dhe duhet edukuar mirë, çështja është që kemi një baba i cili vërtet punon në Greqi, por kur kthehet aq sa mundet të kthehet në fshatin e tij, edukacioni i tij, edukata e tij përkundrejt edhe banorëve të tjerë të fshatit është që i biri duhet të reagojë dhunshëm ndaj çdo personi që ndoshta e bullizon apo i afrohet apo nuk e di, mund të luajë dhe lojrat kanë keq kuptime, ndaj çdo keq kuptimi ai duhet të reagojë dhe sidomos edhe të marrë etikën. Në këto momente për të kuptuar edhe më tepër nga familja e autorit, unë e ftoj regjin të ndjekim intervistën me maman e autorit, me nënën e tij. Është një intervistë që e ka marrë pikërisht kolega ime Lorena Kodra. Ndjekim. Erdhi nga shkolla, dhe tha do ikës me familjet. Nuk e dinja, se isha në shtëpi, sa dola në rruga, në moment më thanë, që është zanë. Çfarë more vesh më pas? Më pas, është zanë me thikë. Po për djalë nuk e di se si është ashti, se nuk ka marrëveshje. Ka pasur probleme më përpara djalit tuaj, është grindur, çfarë probleme ju ka treguar? Ziri ishte shumë adjel. Pse? Nuk e dili me shokë, po ziri është shumë, kishe shumë debate me adjel. E talte? Po, e talte. Ju jeni përpjekur të komunikoni me familjen e djalit tjetër? Po, ajo ka folur njërë, po prap, janë se sot. Çfarë ju ka thënë familja e djalit më përpara kur ju jeni përpjekur që fëmijët të mos kishin grindje? Nuk do kena asnjë lloj grindje, tha mos u shqetësoni. Do jeni shumë. Njiheni, keni pasur kontakt si në fshat këtu me familjen? Po, njihemi. Thanë që nuk do kemi me shqetësime, por e ndodhi prapë sot. Sot në mëngjes, djali. Në mëngjes ishte në shkollë, në rreth orës 2 duhet të qenë kurrë. Si erdhi nga shkolla. Pastaj sapo dola në rruga më thanë që është zanë. Mori diçka nga shtëpia? Unë nuk e pash. Vetëm thjesht më thanë që është zanë etika. Për momentin nuk e pash atje. Ishte i shqetësuar kur erdhi? Po, ishte shumë. Çfarë ju tha? Asgjë, në atë moment erdhi edhe policia, edhe thanë që duhet të gjejmë thikën që të gjejmë problemin që ka. Si është ndodhur. Pasi kishte ndodhur grindja, erdhi direkt tek ju djali? Jo, nuk erdhi më shpejt. Erdhi më pas. Erdhi një herë te gjysha? Ku? Jo, ishte në rrugë, në gjysha, pastaj erdhi më vonë unë. Në moment që erdhi edhe policia në shtëpi. Çfarë tha në atë moment? Në atë moment e mori policia në pyetje dhe mori, tha duhet gjejmë thikën që të për djalin. Ju e morët vesh çfarë thike ishte? Ai tha ishte një thikë e vogël. Ku e kishte marrë? Nuk më tha. Sa erdhi policia, ju tha ishte një thikë e vogël edhe e holla nga që u friksova, tha e holla thikën. Një pyetje, me shokët e tjerë të klasës, si shkon djali? Ka qenë mirë? Me shokët e klasës, me një. Ka pasur një debat, por është zgjidhur. Tash shkon mirë. Shkon shumë mirë tash. Cënot që mison? Mirë, nuk. Përkundon shkollën rregullisht? Po, shkon.
Jeni përpjekur të flisni sot me familjarët e djalit tjetër? Jo, nuk kam mundur me të sot. Nëse do kishit mundësin, çfarë do t'ju thonë? Thjesht shqetësoheshin dhe ta sillim këtë problem. Ose janë familje dhe do shkonin shumë gjëra me kish. Ndoqëm kështu intervistën e nënës autorit me njerë pas ngjarjes. Intervista është marrë pikërisht nga kolegja ime Lorena Kodra në momentet e para ku 15 vjeçari plagosur nuk di ende se si do t'ishte gjendja e tij shëndetësore përderisa Korça e çoi drejt traumës në Tiranë dhe për gjatë gjithë fundjavës jam interesuar nëpërmjet babait të tij se si është gjendja. Nuk e di nëse do më njoftoj regjia, e kuptoj që djalin, jo gjyshin, nëse do të mundem të lidhem vetë me djalin apo me babain, ju lutem, më njoftoni. Gjithsesi pash një nënë të shqetësuar, ne do ta marrim dëshminë edhe të babait të plagosurit edhe vetë të plagosurit ka pasur një thik me hapje. Pra që e shtypje dhe hapej. Pra të kuptojmë që nuk është një thik e marrë në nxehtësi e sipër nga familja në rrethana të një bullizimi apo siç është edhe pretenduar. Mund të më thuash pak në lidhje me këtë, derisa të bëjmë gati me lidhje? Po, është një ngjarje e rëndë që kërkon vërtet një vëmendje të veçantë, pasi që vërtet u hodhën nota për ta zbutur dhe për ta lehtësuar situatën, por realisht është një nga rastet që kërkon më së tepërmi vëmendje, jo vetëm ligjore dhe të drejtësisë, por më së shumti të komunitetit dhe të gjithë shoqërisë. Sepse shpesh këto situata krijojnë pasiguri në komunitet dhe rritja e rasteve të përdorimit të armëve të tilla është alarmante në sa i përket adoleshentëve. Është e frikshme që nëpër shkolla mundet të gjesh shumë adoleshentë të cilët e posedojnë një mjet të tillë si ky që ju sapo përshkruat. Dhe ajo që duhet bërë më së tepërmi është që kontrolli dhe dhënia e rëndësie të veçantë për të parë se çfarë posedojnë këta adoleshentë dhe se deri ku mund të shkojnë këta adoleshentë që mbajnë këto mjete prerëse, duhet i dhënë shumë më rëndësi përpos faktit ligjor dhe veprës penale që ekziston. Por ajo që këtu ka dalë përpos veprës penale është dy faktorë shumë kryesorë që duan me të vërtetë rëndësi nga gjithë shoqëria, që është bullizimi. Mirë, unë dua të marr, dua të kërkoj ndjesë sepse shikoj nga regjia që në automjetin ku ndodhet pranë spitalit të Korçës gjyshi 15 vjeçarit, na është bashkuar edhe 15 vjeçari, por që do ta kemi vetëm me zë 15 vjeçarin. E përshëndes, i dashursie. Mirja. Mirë, përshëndetje. Çfarë të thanë mjekët sot? Po më bërë një eko dhe më hoqën dy penjë. Po, je drejt përmirësimit? Po, jam. Sa plak e marë? 3. 3 plak. Je drejt përmirësimit, besoj, tashmë do t'i bashkohet makinës tuaj, pozicionimit tuaj edhe babaj zoti Klaudio, do flas me të pak më vonë, por le të ndalojmë pak, e kemi gjyshin nga mami një zotri të vërtet, i cili është për t'i sheshuar gjithë problematikat që ti ke me autorin. Më fol pak për autorin, çfarë kemi diskutuar edhe bashkë. Sa problematika që na i, jo vetëm me ty, por edhe me 3 shokët e tu. Çfarë ka ndodhur me të? Pse është kaq agresiv? Agresive është në familja. Jatin e ka gjithmonë të alkoholizuar, kurse të jamën nuk e ka mundë, ndërisht. Pra, zonjën që dëgjuam në kronik, në autorit, ti thua që emocionalisht, po s'ka se si ti jetë me një burr i cili është i alkoholizuar, por gjithsesi nuk të takojnë ty këto gjëra. Ajo pretendon që ti vazhdimisht e ke ofenduar, e ke bullizuar shokun tënd, është e vërtet? Jo. Pra nuk e ke bullizuar? Ja, nuk e kam bullizuar. Po nëpërmjet TikTokut, rrjeteve sociale, çfarë ka ndodhur? Ka postuar storin. A i vetë? Po, unë bara të njëjtën gjë. Po? Ka postuar një story për ty? Po. Çfarë ka thënë konkretisht në atë story? Për një ditë ka ditëlindje në studio. Pra ishte data 16 maj dhe me 17 maj për një ditë i kishe ditëlindjen, por në fakt kur e ke ditëlindjen ti? Në Korrik. Ti e ke në Korrik, pra nënkuptonte diçka tjetër me 17 majin? Po. Po, u sqaruat në shkollë të nesërmen? Si? Jo, nuk u sqaruam, se të nesërmen në spital. Po çfarë ndodhi pasi dolët nga shkolla?
Asgjë e zakonshme, kurse ai më shtypi dhe unë e shqap. A i të shtyu, pra e provokoi, gjithë e kishe para përgatitur, mendon? Ai e kishte përgatitur që më përpara që do gjuante me thikë. Po, kur nxori thikën e pe? Jo. Nuk e pe. Sepse i tregoi edhe gjyshin në fakt që ndjeve trupin e nxehtë. Ishin shokut që të thanë që ishe plagosur? Jo, e pash vetë. E pe vetë. Përsa i përket, nuk është era e parë që ai ka qenë problematik me ju. Ai ka qenë problematik edhe me 3 shokë të tjerë, po me ata çfarë ka ndodhur? Janë zënë nga fusha për një lloj futbolli, dhe që ka vaqur në shtëpi ka marrë thikën. E vjen këte që të zilëshe me një djalë, kurse djali tjetër i ka rënë dorës së tij me kem dhe ka rrëzuar thikën. Pastaj kemi marrë thikën dhe kemi hedhur, ai shkon në shtëpi thot gjyqes. Po? Gjyqa vjen me bërë problem, ku është thika e djalit, gjemon thikën e djalit. Sa kohë përpara teje ngjarjes tënde ka ndodhur kjo ngjarja që po tregon? Diku 1 vit më parë. 1 vit më parë. Po mirë, ju i delegoni të gjitha këto shqetësime në lidhje me autorin në shkollë, e dinte psikologja e shkollës, e dinte njësia administrative? Jo, asnjë. Asnjë nuk e ka ditur. Shiko, nëna e autorit tregon në intervistë që ajo ka folur shpeshherë me familjarët e tu. Sa e vërtet është kjo gjë? Jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Pra ajo nuk ka ardhur në shtëpinë tënde të ketë folur me babin, me mamin, me gjyshrit. Shiko, gjysh mentori që ke në krah është për t'i shëshuar të gjitha këto gjëra. Ti vetë shokun tënde ke falur? Po, e kam falur. Do t'i shtrish dorën e pajtimit, apo jo? Po. Më vjen mirë. Por ndërkohë drejtësia do bëj punën e saj, ë? Se di. Drejtësia po. Sa do t'i ta falë shokun tënd, është ligji pastaj që nuk të fal. Ai vazhdon të shkojë në shkollë, si vijon situata në shkollë? Po, vazhdo. Në rregull është situata në shkollë. A janë marrë masa disiplinore ndaj tij nga shkolla? Po. Janë marrë masa disiplinore. Kush janë këto masa që ka marrë shkolla përkundrejt tij? Kam filluar bëjnë kontrole të shumta. Bëjnë kontrole më të shumta. Duhet ndodhte plagosja jote që të bëheshin kontrollet në shkollë. Po pse, ai ka hyrë edhe në territorin e shkollës me thikë? Jo, asnjëherë. Asnjëherë nuk ka hyrë. Vetëm kaq mund të bëj shkolla që të bëj vetëm kontrolle, mendon? Sa i është problematikja e shkollës, me sa kuptoj unë. Po. Shiko, ke qenë prezent kur babai ti vjen nga Greqia i alkolizuar, thot kundra përgjigjur shokëve, qëlloi sa herë që ata të ngacmojnë ose ke probleme? Po si ja tha, ma thuaj pak si ja tha. Dolin këtu dhe ne i thoshim largohu nga që ai po na ndiqte. Kurse ai thot, kush të ngacmon, ku t'ja thikën, çaja batën. Këto janë fjalët e babait të ti. Po. Shiko, ti thua që babai është i alkolizuar, nëna ka probleme të shëndetit mendor. Gjysh mentori pak më përpara deklaroi që edhe vetë djali mund të ketë probleme të shëndetit mendor. E ke vënë re ti diçka të tillë? Është agresiva ai me të gjithë? Në shikim në ato t'jep një kuptime dhe në shyrë i tregon agresivitet. E qartë. Do të ndërhyj doktorata. Mirë, unë ndërpreva pak më përpara dhe avokaten që e keni nga njëjta zonë, prandaj ishte krenare edhe për ju edhe për mesazhet e jashtëzakonshme që keni dhënë në këtë studio ditën e sotme. Ja kaloj me njëherë fjalën avokates, ndoshta ke pyetje për adoleshentin? Faleminderit Evi, ajo që edhe nga vetë intervista e adoleshentit del është që forcimi i rolit të shkollës, familjes dhe gjithë komunitetit është ajo që duhet të bëjmë. Jo sepse ligji nuk vepron, ligji do veproj, pa ajo çka është më e mira është që ne ta parandalojmë. Kemi shtruar shpeshherë në këtë emision. Nuk është shumë e rëndësishme masa ndëshkuese, por është shumë e rëndësishme masa parandaluese. Dalim tek rasti konkret duhet ishte parandaluar duhet ishte parandaluar pasi djali sapo e tha që ka ndodhur edhe një vit më parë, një herë dhe çfarë ka ndodhur në këto? A kanë marrë masa shkolla? Pse duhet të vinim sërish në të njëjtën situatë kur të vim te ndëshkimi këtij adoleshenti? Po ne nuk kemi dhe reagimin e komunitetit, se të thuash në mes të komunitetit kush të ngacmon, se nuk dua ti përsërisë fjalët janë shumë të rënda të babait. Kjo lind edhe problematika të tjera, problematika që vjen nga emigrimi, një baba që jeton në emigrim, ndoshta me raku ti fëmijës që ka lënë në Shqipëri, thotë mos e ngacmoj dikush, thotë reflekto dhe ti në këtë formë, ose një baba i cili është
është i alkoolizuar. A e mendon që i gjuhë vetë mbrojtjeje në mos praninë e tij? Duhet të shohim se çfarë familje është ajo, sa e shëndosh është rritur pa baba, është plaga e emigrimit. Plaga e emigrimi, që ky fëmijë është rritur pa e pasur figurën e babait. Dhe një baba që është gjithmonë larg, situatën e shikon nga jashtë, nuk e shikon që ka një fëmijë problematik. Po bëjmë analizë, jo justifikim të situatës për ta kuptuar dhe teleshikuesi. Po nuk është puna justifikimi. Janë disa plaga të shoqërisë shqiptare, që është e para është bullizimi, që shoqëria jonë duhet i kështoj më shumë vëmendje, shkolla duhet të përforcohet në lidhje me bullizimin e adoleshentëve, sepse në momentin që shkolla merr masa vetëm kur ka ndodhur një ngjarje që mund të shkojnë dhe në tragjedi, kjo nuk është punë e drejtësisë, mendoj. Është më shumë punë e vetë reflektimit të shoqërisë, të shkollës dhe të familjes, e cila duhet të jetë. Pajtimi i palëve është një gjë shumë e mirë dhe lehtësim për autorin. Por si do veproj ligji në këtë rast? Unë besoj se nderuar ligji e lejon gjykatën që të marrë parasysh të gjitha rrethanat personale dhe bullizimin e vazhdueshëm që sipas çfarë informacione kemi që edhe ndaj autorit ka ndodhur nga ana e viktimës. Ka marrë edhe ai bullizim. Ja, ta pyesim vetë 15 vjeçarin. Edhe ai është një adoleshent që ligji e merr në konsiderat dhe një ngacmim i vazhdueshëm merret si një rrethan lehtësuese. Po, më duhet të kaloj menjëherë në Korçë, aty ku ndodhet edhe 15 vjeçari, dashur më dëgjon? Po, të dëgjoj. Shiko, story i parë, thoni ju, ishte i autorit. Përkundrejt teje që për një ditë, data 16 maj, më 17 maj, i kishte ditëlindje dhe kjo nuk ishte e vërtet. Kundra përgjigja jote me një story tjetër, kush ishte? Që ta kuptojmë edhe në? Unë i thash autori që ka ditëlindjen dhe për një ditë. Ti ja ktheve po, pra, nuk jam unë ai që kam ditëlindjen me 17 maj, por është autori që ka ditëlindjen me 17 maj. Je kundra përgjigjur në të njëjtën mënyrë. Kjo është. Pikërisht, dhe kur bullizimi tolerohet nga gjitha këto instanca, atëherë pasoja bie mbi të gjithë. Por më e keqe është pasoja që bie mbi adoleshentët. Pra në momentin që shkolla nuk merr. Pra ka qenë iniciatori një story. Patjetër, dhe meqense se u më kërkuat një opinion ligjor se çfarë do ndodh me këtë adoleshentin autor, më duhet të them që gjykata ja lejon vetë ligji që t'i marrë në konsiderat në ulje të dënimit të gjitha këto veprime provokuese të vazhdueshme që dhe ndaj këtij autori kanë ndodhur. Pra, mes adoleshentëve ka ndodhur bullizim nga të dyja palët. Me sa un kam informacion, nuk është një situacion që vetëm autori ka bërë bullizim ndaj viktimave. Megjithatë, kjo është një rrethan lehtësuese për tillë cikël është nëse mundet të shtoj. Pra, ju po thoni që ka pasur një bullizëm kolektiv, që ai ka qenë i bullizuar, se unë nuk po e kuptoj kështu nga i plagosuri. Të jemi më konkret. Nga nëna e autorit u tha që djali shpesher vinte në shtëpi dhe tregonte që ishte i bullizuar. Ne dhe flasim dhe këto çfarë dëgjojmë, pra, ne duhet jemi koherent. Se duhet gjetur prova dhe fakte, sepse i plagosuri thot nuk kam pasur ndonjë shqetësim, zonja nuk ka ardhur kurrë në shtëpinë time. Nderuar, ne duhet të jemi koherent dhe të flasim mbi të dyja palët. Në një drejtësi duhen dëgjuar të dyja anët. Pra, edhe nëna me lot në sy thot që djali vinte i bullizuar dhe shpesh e ka ngritur shqetësim në shtëpi që unë bullizohem prej shokëve. Pra, në momentin që një adoleshent është shprehur familje, duhet ishte më e fortë për të parë se si ishte situata mes këtyre adoleshentëve, por ne na shfaqen element të një familje problematike, jo të fortë. Po fakt kujt është pra, sepse kemi dy familje, tani do t'i marrim në analizë të dyja, por kemi edhe disa fajtor, komponent plotësues për familjen, siç është shkolla, njësia administrative, komuniteti që nuk ka reaguar. Ajo është që unë po them, të gjithë këta duhet të kishin bërë një punë kolosale që këta adoleshent mos përfundonin sot këtu se mund të shkonte edhe në fatalizëm. Për shkak se adoleshenti autor e ka bërë edhe më herët këtë. Dhe shkolla, a e ka marrë në pyetje sepse ka arritur deri këtu, a bullizohet ai nga shokët, a detyrohet ai të jetë agresiv? Pra, ne duhet të bëjmë në këtë moment është kontrolli i nxënësve, a janë të pajisur me mjete të dëmshme brenda në shkollë, por neve nuk na nevojitet kjo nga shkolla. Pikërisht, pra, ne duhet si gjithë si shoqëri, si komunitet, jo vetëm shkolla, familja. Ja, kam ndërhyrjen e adoleshentit. Pra, nuk është bullizuar, jeni ju që bullizoheni prej tij? Thot do një rast kështu ja. Po pse nëna ati pretendon që ai ka qenë gjithmonë i bullizuar, gjithmonë shfaqte në familje probleme? Jo. Ajo thot madje që ka folur edhe me prindrit e tu. Gjithsesi, kjo do zbardhet, do mbetet e vërteta. Kalojmë në hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi menjëherë në studio.
Mbas hapësirës së dytë publicitare, përpara se fjalat kaloi edhe tek psikologja e edukimit, tek psikologja e emisionit me zemër të hapur, zonja Irena Shanaj, ju ftoj të ndjekim edhe një herë intervistën e gjyshes së autorit. Unë isha në shtëpi. Erdhën pasaj djali që nga shkolla erdhi, nuk e di, a vajti në shtëpi, as vajti në shtëpi, sa unë djalën e kam të ndarë. Nëna tha kështu sa u zura me atë djalkën. Me këtë djalkë, thash unë, me atë që më talte shumë. Thash unë, jo, thash unë, po ku pandeva unë ka që e madhe. Po unë kisha të thikën, tha, edhe ajo më shtrivi për dhe, tha. Unë nuk është për të rënë, tha, po nuk e di se zuri thika, tha, so nuk e mora për ata, tha, thikën, tha. Po ajo më shtrivi i pari për dhe, tha, jasë si ma ka berë, tha. Unë si që lëviza kështu, tha, e zuri thika, tha. Po, thash unë, korba unë, këtu unë, veten e i jati, i djalkës. Thira ati, doli gjysha, dhe shbaman me leta s'na kanë gjarë. Po thëriste, ajo, e ka të drejtë, nuk i zemrojmë dot. Ta në djanë e shpun korç, atë është keq i smuro, bet o zbet. Taksin këtu unë, të vete korç. Vete gjërë një farë vendi, mora këtë gjyshin e këti djalkës të mërë prensin. E mori qupa. Tha të mërë, ne kështu nuk dim bja, tha, si është djalka, tha. Se ne jemi nisur, tha, do vim për në korç. Unë dje në korç e kam, tha, po mos sajdini, tha, se po edhe do bete madhja, tha, do vriten. Nuk ju leti gjallë. Kthejnë, tha, qupës, thash. Ktheu se do bete me madhja, tha, po kthejnë. U këthy, erdhë me gjërë këtu pasaj, ishte policia. E pyta atë policin, thash, po si është puna? Po s'kemi gjenën e tha, po i këti ke gjë? Thash, po s'është pun sheri për fëmijet? Po, tha, po jam unë gjyshi ati djalkës, thash. Ska i qofë shëndoshta, ne po kërkojmë thikë. Su një pesha një djalkë, nu? Rejre, tha djalkën dhe shqita. Ka qeri pas e policia, mori të shupu, se s'kishte me ka ikë dhe djalkë. Do vi unë, thash policit, jo, ti tha ikë. Pse talli... E talli shumë djalën, shumë, po të marrësh, ta vizitosh djalin me shumë pa shkollë se me shkollë. Ca e tallin andet, ca i thoshin e do vesh në shkollë se zbet? Pa shkollë nuk... Se, për çfarë arsye? Nuk e di më tallën, thot, nuk e di. Unë i kam vajtur, e kësa gjyshes këtu i kam vajtur, edhe gjyshe kësa titrës i kam vajtur, në shtëpi. Nuk e di, ata në shkollë di unë i shkreti qarë bëjnë. Ishin shok klase, apo jo? Jo më duket, jo shok klase. Ju kishte ngritur një për shqetësimër tjetër për këtë djalin që u plagos? Ne angoshim në këta. Pra e talte, vetë djali që u plagos? Këtë që u plagos, talte djalkën e vite duke qara, nena më talën. A unë i vinja se e në gjyshja këte, dhe të dyja. Nuk ishit mundur të zgjidhnit me familja? Po se zgjodhë më do të kujdu në shketa, ne s'kishëm debate me të mëdhenjtë. Po kur keni shkuar që ju keni thënë që e talë djalin, çfarë ju kanë thënë familjarët? Mirë, do t'a zgjedhëm neve, do t'i flasim djalit neve. Ja kaq. E po mirë thoshtë se po të bëjt e djali pa shkollë, thash. Në çfarë klase ishte djali? Nipi juaj? Të shtatit është. Të shtatit është djalka. Po ju ka thënë çfarë i thoshin kur e tallnin? Po kaq të më tallin, ma me kaq thot. Po mirë aty të tallin shkon e mësuesi, zë drejtori. Po thikën, ku e gjeti? Nuk e di, kishte marrë? po i të voglës e gjeti policia thikë. E gjeti. Ishte një thikë që e kishte marrë nga shtëpia? Nga shtëpia, se ku tjetër? Nga shtëpia. Pra ishte thika e shtëpisë? E shtëpisë, një që qëromi mogë, të voskë. Ju e dinit që e kishte? Jo, unë nuk e dinja që ishi zenë, mor. Nuk dinja gjë. Unë bile, po bënja drejkë. Kur erdhje duke qara. Unë që na bero djallë, u tua më shumë nga që e shala unë. Sa u trejmë për jo ndetë, sa u trejmë për e mbeti djallë ka ngri. Çfarë mendoni se do ndodhë tani? Po tashi, që do mendojmë tashi, ata e ka në dorë, jo neve. Shqyqy që është djallë ka mirë, në ratë të pra për ata, edhe për neve. Shqyqy që është djallë ka mirë. Tashi ata e ka në dorë. Të mos të zire për shembëll as me nusen, as me djallën, as t'i dalin djallit për para, t'i thonë shmi bere djallit. Ja këtë duam me ja. Të mos ketë me shere më të mëdhaja. Ka i duam. Po në institucione, në shkollë, për këtë pjesën e talljes, ju e keni ngritur si shqetësim? Jo, nuk. Jo.
Pra nuk keni shkuar Jo, në nuk shkollë? në shkollë jo. Në prindër kemi vajtur në shtëpi, po në shkollë jo. Kanë qenë të shumta rastet që Nga era, shkollin? nga era. Vetëm një person apo shumë persona? Që e tallni, që Po tash bullizoni? këmë shumë për këte ankoshe. Nuk e di. Këmë shumë për këte ankoshe. Kjo ishte dhe intervista e gjyshes autorit dhe në fakt kalojmë tek psikologja, tek zonja Irena Shanaj. Tashmë si ekspert edukimit mund të flasim shumë mirë duke qenë se I kemi dëgjuar gjitha palët. Okej. Atëherë së pari, dua të shpreh keqardhjen time më të thellë për këtë ngjarje dhe t'ju uroj shërim të shpejtë djaloshit, viktimës, dhe një rehabilitim pa aq të shpejt si atij edhe agresorit, sepse realisht të dy kanë nevojë për kujdes të shtuar, të specializuar dhe për mbështetje të personalizuar në terma psikologjike dhe emocionale. E vis për hir të vërtetës, situata e edukimit të fëmijëve dhe të adoleshentëve shpeshherë është një fushë beteje, me një sër përplasjesh, pasigurish, zhgënjimesh dhe deri tek humbja e shpresës. Shpeshherë ndodh që ka prindër që gjenden aq të pandihmë në edukimin e fëmijëve të tyre dhe neve përballemi me këto fenomene. Ne kemi rastin konkret, dhe jo më kot e bërra si analogji, pra kemi një nën të vetme që duhet merret me edukimin e të birit, krahas faktorëve ekonomik, psikologjik, social, pra është damka sociale, jeton në një fshat, është pa bashkëshort, për më tepër me probleme alkoolizimi e tjerë dhe një sër probleme që mund të derivojnë prej alkoolizmit, paktën këtë pjesë ha mendsojmë. Dhe neve shikojmë që kemi të bëjmë me një rrënjë problemi me agresivitetin e pa menaxhueshme. Pra, sepse autori po rritet në një ambient të pashëndetshëm për të. Patjetër, një ambient plotësisht I pashëndetshëm me modele prindërimi të pashëndetshme. Ne shikojmë që agresiviteti, po ashtu si ankthi, imitimi, në thelb janë komponent shumë qendror në zhvillimin e fëmijëve, po ashtu janë dhe burime shumë të rëndësishme konflikti. Dhe duhet bërë një edukim shumë I mirë, një psikoedukim, një ndërgjegjësim shumë I mirë në mënyrë që agresiviteti të kanalizohet si duhet dhe konfliktet të zbuten në mënyrë që mundësitë e komunikimit të rriten. Dhe këto në pamundësi, në vërtet themi shkolla, pra mundohemi që gjithçka t'ja delegojmë fajin shkollës, por shkolla kërkon me do e mos një partneritet shumë të frytshëm. Shkolla kërkon prindër të pranishëm, shkolla kërkon prindër që adresojnë problemin. Po pra, në këtë rast kemi prindër familjar që nuk e kanë adresuar problemin. Ne kemi gjyshen që thotë jo, ne nuk e kemi diskutuar kur në shkollë, askush nuk ishte vënë në dieni. Por a duhet ta kuptonte dhe shkolla sepse kuptohen kur adoleshentët mes tyre kanë probleme. Patjetër, qofte edhe nga një vëzhgim I lehtë, një sy I stërvitur, se shkolla nuk besoj të jetë burgë dhe ato rinurt brenda ambienteve të shkollës. Jo. Kuptohet. Sistemi I referimit brenda shkollës duhet të ishte, besoj. Patjetër, qoftë mësuesi kujdestar minimalisht duhet po ishte jo dhe adoleshentët mes vetes së tyre. Pra, duhet të jetë vënë në dieni dikush nga shkolla që mes këtyre personave ky po bullizohet dhe ka ndodhur kjo ngjarje se nxënësit flasin me njëri tjetrin. Pra, nuk është rasti I fundit, është rasti më I rëndë. Bëj punë në nxitje dhe në inkurajimin e fëmijëve dhe adoleshentëve në mënyrë që të raportojnë dhe të adresojnë probleme, që janë të tyret apo të bashkëmoshatarëve të tyre. Sigurisht, do të bërë punë e shtuar. Pra, gjithçka nuk duhet ngelet e amortizuar. Pra, okay, ndodhi dhe mjafton që të rrim në paqe, të rrim në qetësi, hajde ta shëshojmë. Nuk është zgjidhje, kjo nuk është zgjidhje. Ky është kaos I heshtur, kjo nuk është zgjidhje. Pra, vërtet, çmoj shumë këtë gjuhën e paqt, e dua këtë komunikim kaq humanist, kaq pozitivist, por nuk është zgjidhje e konfliktit praktikisht, sepse neve kemi të bëjmë me një rast që ka 3 precedent të mëparshëm. Pra, ka patur 3 episode të mëparshme që ka lënduar, ka gjymtuar persona të tjerë. Po, a është viktim autori një bullizimi në grup, se kjo është çështja tani. Të lutem. Dhe si rezultat I këtij fenomeni të pandëshkueshmërisë,
ne kemi shkuar drejt një fenomeni tjetër që quhet delinkuenca minorile. Pra kemi të bëjmë me kriminalitet në mosh Po edhe kësaj radhe minore. Pretendohet të mos shkojmë në kriminalitetet të miturit. Ne duhet të ndëshkojmë. Jo, duhet të bëhet një shembull. Ne duhet të bëjmë një shembull në këtë rast të ndëshkohet në mënyrë që të evitohet kriminaliteti mes të miturve. Apo jo. Tani qëllimi është edukimi. Neve duhet ta përdorim kur themi ndëshkimi asnjëherë nuk është një formë ideale, nuk është një formë e mirë. Nuk duhet të mësojmë ndëshkimit në vetvete. Në pjesën e edukimit, për ama që neve të stopojmë këtë ciklin e pandëshkueshmërisë, edhe ky fëmijë të marrë thikat edhe të vërsulet të gjithëve, sepse asgjë nuk e gjetka, sepse nuk u ndëshkoka, sepse i forti gjithmonë i fort do dali dhe pa u lagur do dali, atëherë ne duhet ta vëmë përpara një mase ndëshkimore. Ka reaguar për shkak të bullizimit në grup që është bërë dhe ka gjetur këtë formë që më sa duket e ka pjesë të edukimit të familjes, nga babai? Është shumë e vërtetë. Atëherë, bullizmi për fat keq nuk ka vetëm dy autor. Nuk janë vetëm dy protagonistë, pra viktima dhe agresori. Jo. Është viktima, është personi që u plagos, është agresori, është ky djali që futi thikën. Janë spektatorët, janë gjithë këta që pan heshtën edhe vetëm kur erdhi policia, u zbardh si ngjarje, dhe po ashtu është kalimi, është një cikël i tërë që ky viktima në bëhet agresor, dhe ky agresori është viktim. Pse? Sepse nisi si bullizëm kibernetik, pra e gjitha në rrjetet sociale, në platforma sociale, duke denigruar seksualitetin e viktimës, duke e poshtruar atë në publik, dhe më pas filloi në ambientet e shkollës me shtyrje, me kanosje, pra bullizëm fizik, dhe më vonë shikojmë anën formën verbale, pra me fjalë, derisa gjymtojmë. Pra neve dëmtojmë shëndetin fizik dhe mendor. Por sigurisht që janë shkak pasoj. Po si duhet të edukojmë ne nëpërmjet këtij rasti dhe raste të tjera të ngjashme? Kjo është çështja. Atëherë, po, që mos bëhet rasti përsëritës, as në këtë moment me këto protagonistë, as me protagonistë. Të falenderoj për pyetjen, sepse në thelb, për pjesën e saj të ekspertizës lidhur me pjesën e ndëshkueshmërisë e tjerë mund të flasi zonja avokate, për sa i përket pjesës së perspektivës psikologjike, është shumë e rëndësishme të cilësohet që ne në psikologji kemi një qasje shumë të rëndësishme në edukim, që quhet prindërimi pozitiv. Është një qasje e huazuar nga idhëtarët e mendimit psikologjik Alfred Adler, e cila konsiston në hajde të identifikojmë sjelljet e mira, pozitive dhe të shëndetshme, të identifikojmë dhe të mësojmë atyre dhe të lavdrojmë fëmijët kur bëjnë një gjë të mirë, më tepër se sa të ndëshkojmë kur bëjnë një gjë të keqe. Që do të thotë, neve së pari duhet të tregojmë të përgjigjemi këtyre fëmijëve, të tregojmë kohë, të japim pranin tonë, të japim kujdesin tonë, të japim vëmendjen emocionale. Është shumë e rëndësishme vëmendja emocionale. Është moneda më e rëndësishme që mund të japim në edukimin e fëmijëve. Vëmendja emocionale, ta marrim në analizë shpejt e shpejt. Çfarë do të thotë? Vëmendja emocionale do të thotë që unë, si fëmijë, ty të monitoroj. Unë jam duke i parë veprimet e tua, edhe në raport me ambientin rrethues. Mirë po, ti ke gjithë kujdesin tim, ke mbështetjen time të pakusht dhe ti do vish tek unë dhe unë dua të di çfarë ndodh me ty, unë dua të lexoj emocionet e tua dhe unë të pyes ty për atë që ti besimi i adoleshentit me prindërin, me familjarin. Përmes komunikimit, ti duhet, po, diapazoni i komunikimit duhet të jetë i hapur, i gjerë, prindi duhet të flasë me fëmijën, si të shkoj dita, si u ndjeve, çfarë ndodh me ty, çfarë bën, si është marrëdhënia me shokët, me shoqet, me mësuesit. Pra, e ke kuptojnë shqiptarët këtë në marrjen pyetje se kemi pas. Jo, nuk është marrje në pyetje, është komunikimi hapur dhe është kujdes, dhe është vëmendje. Dhe është vëmendje sepse unë dua të di si e ndjer më tepër se çfarë note ke marrë. Tani ne themi të mësuarit socio-emocional, tani bota po shkon drejt këtij lloji të mësuari. Nuk ka më qasje të mësuarit më trego deftesën, po si patet gjitha 10 do bëhet nami zi në shtëpi. Jo. Ne nuk duhet të fokusohemi vetëm tek arritjet akademike të fëmijës, vetëm tek këto vëmendje fare arritjeve të fëmijëve, certifikatat në për olimpiada edhe ku ta di unë, por
me përparësi, ne duhet kujdesemi për shëndetin mendor dhe emocional të fëmijës. Si a mundet që një prindër me probleme të edukoj një fëmijë të shëndetshëm? Është shumë e vështirë dhe kërkojnë një mbështetje. Se ne folëm për problematikat dhe për ambientin të pashëndetshëm të autorit. Kërkojnë një mbështetje, Jo të gjithë individët kanë aftësi për ta bërë, pasi që gjyshja kërkohet një ndërgjegjësim në terma komunitar. Gjyshja me aq sa mundi në gjykimin e saj, mendoi ta zgjidhte rastin duke trokitur te gjyshja e djalit që sot e kemi viktim. Po mirë, gjyshja është një rol jo parsor, është dytësor në këtë rast. Parsor janë prindrit. Po kur djali i kësaj zonje dele dhe i thot në mes të fshatit që bjeri, kushdo që ka problem me ty, tani më fal. Jo të gjitha familjet e kanë aftësinë për të ndihmuar një fëmijë për t'ia kuptuar emocionet dhe të t'ia zgjidhur edukimi. Ajo që duhet bërë është që ne duhet të edukojmë aktorët, edukim ligjor dhe qytetar, jo vetëm për të rinjt, por edhe për familjet e tyre. Jo edukimi thjesht në raportin prind-fëmijë, por edhe shkollë. Jo, shumë i gjerë. Këtë po themi, jo t'japim ato në mësimin dhe s'ka që më duhet mua çan do Ne kemi pasur rastin e Korçës kur ishte psikologja e shkollës e cila kapi një rast të tmerrshëm bullizimi. Pra, nuk mundet vetëm fëmia apo prindi të shkojë të kërkojë në shkolla ka dhunë. Shkolla duhet të ketë instancat e duhura që t'i kap këto raste dhe t'i parandalojë, sepse kohën më të madhe fëmia e kalon në shkollë. Justifikimi në rastin e sheqerasit mund të jetë ka ndodhur jashtë territorit të shkollës jashtë orës së mësimit. Jo, mund të jetë justifikim, nuk është justifikim. Por nuk mund të jetë kjo qasja, absolutisht, që nuk mund ta pranojmë. Megjithatë, të mos e lëmë familjen e autorit sikur ka gabuar në këtë sepse e nderuar ata kanë nevojë për të ndihmuar. Kjo ngjarje nuk është vetëm dështimi një individi apo i asaj familje. I gjithë sistemit, pa diskutim. Ky është një sistem dhune, patjetër. Që të bëjmë më tepër për të parandaluar bullizimin, sepse një fëmijë i bullizuar patjetër që është një autor krimi në të ardhmen. Po, dhe bullizmi është një plagë e madhe sociale, Evis. Dhe si mund ta shërojmë këtë gjë? Duhet së pari familjet duhet të suportohen. Pra, si që tha dhe zënja avokate, edukimi ligjor, qytetar dhe psikoedukimi, edukimi mbi psikologjinë, mbi psikikën e njeriut, çfarë ndodh me këta fëmijë, pse adoleshenca është një fazë kaq e vështirë. Ky tranzicion i kalimit në moshën e rritur, tani prindërve u lipset një detyrë, të jenë shumë të pranishëm në jetën e fëmijëve të tyre, të jenë dëgjues shumë të mirë dhe dëgjues empatik, pra të kuptojnë fëmijën nga perspektiva e fëmijës. Si ndjehet fëmija, si kupton. Shkolla ndërkohë duhet të jetë një vëzhguese shumë mpret dhe duhet t'i asistoj dhe duhet t'i nxit dhe t'i inkurajoj fëmijët që të flasin edhe t'i raportojnë situatat në kohë, sepse gjithçka ndodh me psikoedukim dhe me parandalim dhe neve aty stopohen shumë e shumë problematika që neve i kemi plagë sot. Qartë, unë jam dakord që ka rënë gjithë sistemi, por si mund ta bëjmë bashkë gjithë të sistem, me një partneritet funksional, duhet nga Tirana në Gjirokastra, nga Gjirokastra në Korçë, përsëri kthehemi në Sheqeras dhe vazhdon e njëjta situatë dhe duhet të ngrejmë me sa duket ndonjë sistem apo mekanizëm tjetër më të fortë dhe më të sigurt. Për të parandaluar dhe jo për të ndëshkuar. Po, ju falenderoj të dyjave ndërkohë. Gjyshi, më dëgjon? Po. Fjala e fundit, se më duhet ta mbyll këtë emision për sot. Kanë folur specialistët, keni folur dhe ju, po. Fjala e fundit, ne si familje dhe si madhorë do të bëjmë ç'është e mundur për ta mbyllur këtë çështje. Më vjen mirë. Ndërkohë Nipi që e ke në krah, çfarë thot? Si do ta zgjidhim ne këtë çështje? Edhe Nipi po, se edhe Nipi është një tipi urtë, pavarësisht rastësisë, se nga një rastësia si e fatalitet, po megjithatë që këtë tutje do ta edukojmë që edhe në rastësi të mos marrë pjesë. Po, e kam djalin aty. E kam djalin, e kam Nipin. Atëherë, ta mbyll me thirrjen e një 15 vjeçari që sapo ka dalë nga ajo situata e vështirë. Atëherë, kush është thirrja jote për gjithë bashkëmoshatarët? Nuk ka lidhje fare me shkollën. Shkollat janë shumë të mira, i gjithë vëmendja duhet vënë në prindërit. Pra ti e delegon çështje nga shkolla tek prindrit, por gjithsesi, çfarë duhet të ndryshojë? Ai shoku jot që ti e fale, çfarë duhet të bëjë ndryshe? Sjelljen e familjes. E qartë, unë të falenderoj, shërim sa më të shpejt, faleminderit dhe ju përshëndes nga Tirana, nga studio emisionit Me Zemër të Hapur, duke ju falenderuar për këtë intervistë dhe për këtë kohë të gjatë që ndat me ne. Duke falenderuar dhe gjithë televizionshikuesit
Ju përshëndes që na ndoqën në ditën e sotme. Vazhdoni, jepni mendimet dhe opinionet tuaja në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisioni Me Zemër të Hapur, përveç komenteve në lidhje me temën e ditës, njëkohësisht ju mund denonconi dhe rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio. Kjo është shfaqja jonë në Facebookut, automatikisht shkohet edhe në Instagram. Denoncimet mund t'i bëni në disa mënyra, keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fix dhe atë celular, mund t'na shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger, me njëherë redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdorues i rrjeteve sociale, apo dërgoni letra tuaja, mund të vini vetë fizikisht, apo mund t'i nisni ato në adresën Lagja Lidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës, pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot do t'a gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare që shfaqe regjia në këto momente. Klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, më takofshim.